numër serik, po është numër i vlefshëm. Sa i flet shumë. Tash nuk isha dash më shumë të Mitrovic, se nuk është vetëm Mitrovica, po rrethonat që kanë qenë për dy subjektet kanë qenë vitale me rujt Mitrovicën. Mitrovicën paraprakisht e ka pas PDK-ja, ku ka punu edhe din që nuk ka qenë lehtë me u marrë me Mitrovicën pas Agim Batirit, sepse ka pas borxhe, ka pas shkelje, ka pasën abuzime, forma buxhetore ku ju nys një punë dikon tjetër, ka fillu dikon tjetër, edhe kjo nuk është dalë mirë as buxheti, as për me implementu projektet mirë, edhe problemi tjetër është që nuk është kohë letë përpesi më këthy me marrë Mitrovicën për nivelli qendror, kur ai ka qenë i shkpute me votusin, me Mitrovicën, ai ka jetu, ka mujt me jetu në Mitrovicën, me shku me pa Mitrovicën, po nuk ka qenë baza ditore. Edhe duke marrë parasysh që Mitrovica është vendingja Kadri Veselit, është një simbol që Mitrovica din me mbështet momentin saktuar me njerëz që ka vonë për vendin. Mitrovica është vend i Sapolitinit, i herojve të mëdhenj, kështu që nuk din let me injoru kontribuesit e vendit Mitrovica. Për atë arsye, po prap unë mendoj që duhet me lënë drejtësisë më marrë me këtë çështje edhe me analizu, sepse kem besim në drejtësi, prokurori, e gjyqësi, e polici që kryjnë punë, na mund me pas një vrejtje aty këto, po në përgjithësi duhet me pas besim në institucione dhe uroj që nuk kanë mri deri në atë pikë që me u besimin secili qytetar në organet e drejtësisë. Besoj që ato kryjnë punën e vet më së miri, që gjithkohë ku punohet ka gabime, po jo gabime që deri në këtë masa që me pas shumë dyshime. Po besoj që do të gjetë një zgjidhje, po dhe nëse është e nevojshme, nëse prap pesi ka fitu, nuk ka fundi botës, me shu korreshtin e qytetarëve, me shkull Mitrovica në hend në rivotim. Nëse ka votat, prap fiton, nuk ka kush që e mund. Po nëse ka dyshime, për hir të opinionit të qytetarëve, mos me lëndu proceset zgjedhore në Kosovë, nuk ishte bën me diskutuar këtë pjesë, me pasi ku ka gabu. E di që ka Kosovë, humbi energjisë, edhe dita sa shkojnë fushat, po e mirës është që me ul nivelin e dyshimit, duhet me u diskutu. Për mu kështë qetësuese që antarët e KSZ-s të PDK-s kanë shku këtë me vonesë në qendër numërimit kur ata paguën për çdo punë, të dytë. Po xharrogat maj me maj, edhe nuk janë lodh deri kur ka reagu njëri prej, nëse nuk gaboj prej ish-kryetarëve të komunës prej PDK-s, këto paguën për çdo punë. Por mu ke interesant kur kom pa këtë zotëri Krasniqin në qendër të numërimit për një shqetësim shumë të vogël. Ai ka treguar që është afër subjektit vet, afër shqetësimit për subjektin e vet, që për mu këtë normale me qenë aty, sepse për çat punë paguhet, për çat punë ka marrë pozicionin, ndërsa për mu është shqetësuese dy, edhe pse njërin prej tynave një, që mos me shku me kohë